Demokracia ka një formulë magjike, po i sigurove 50% plus të votave, atëherë i ki siguru krejt dhe mund të qeverisesh pa asnjë problem. Edhe sistemi kapitalist që derivon nga demokracia. Nëse një ndërmarrje i ki 50% plus të aksioneve, atëherë kontrollon atë ndërmarrjen. Mirë po, kjo formulë nuk vlen për Kosovë. Fatkeqësisht. Domethënë, pozita më e rëndësishme në vend, që është pozita e kryeministrit, zgjedhet pa asnjë problem me 50% plus të votave. Mirë po, nuk mund të zgjedhet pozita tjetër që është shumë më pak e rëndësishme sa i përket kompetencave se sa ajo kryeministrit, pra pozita e presidentit. Kjo është bërë që të jetë e përfaqësuar edhe opozita. Mirë po, opozita po shfrytëzon këtë si mekanizëm bllokues. Dhe këtu kemi të bëjmë me një deformim të demokracisë. Kosova është vendi vetëm në botë ku partia, grupimi politik fitues i ka siguruar mbi 50% e votave, mirë po nuk lejohet të qeverisë. Dhe kështu nuk funksionon demokracia, kështu nuk funksionon shteti. Prandaj duhet të thirrni mendjes, pasi që jeni të hyrë lagnave, jeni të kryer të lavina të panevojshme tash në një vit e gjys.